Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 17 mars të 2025. Një ditë e rëndësishme, një ditë ku gjërat do të diktojnë, do të ndikojnë në fusha të ndryshme në lidhje me ekonominë, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën dhe jo vetëm. Nëse jemi të sigurt për atë që do të bëjmë, duket se është një ditë, kjo ditë e sotme, ku disa situata, ngjarje të rastësishme në detim të caktuar, nuk është rastësi, por është mundësi. Takimi i diellit me lidhjen veriore, duket se ka të bëjnë shumë me çështjet dhe punët që neve kemi. Do të jemi të vëmendshëm në lidhje me një takim që mund të bëjmë, dhe kjo mund të jetë paradite, mund të jetë nga ora 9 deri në orën 12, sepse më pas ndikimet janë paksa të vështira në atë çka duam të bëjmë. Prandaj, sa më të kujdesshëm të jemi, aq më mirë për ne. Dhe kjo është diçka pozitive, sepse na jep mundësi dhe rëndësinë në lidhje me atë çka duam të bëjmë. Megjithse, fillimi i javës mbarësi dhe do jetë e mbarë së zban për gjimi arsye, sepse duke pasur parasysh edhe kohën dhe momenti kur ndodhin fenomenet, është koha juaj dhe momenti më i duhuri për sa i përket zhvillimeve. Përfitojnë për këtë ditë të shenjës së Demit, të shenjës së Virgjëreshës, të shenjës së Bricapit, pra shenjat e tokës kanë një ndikim shumë të mirë në vazhdimsi.